Studentët e Fakultetit të Filologjisë në Gjakov, pjesë e grupit letrar Gjurmët e Penës, kanë organizuar sot orë letrare për t'u njohur më shumë me krijimtarinë letrare dhe jetën e shkrimtarit Ibrahim Kadriu. Kjo ngjarje filloi me një fjalim mirëseardhjeje, ku u theksua rëndësia e poezisë si një formë e fuqishme e shprehjes artistike dhe komunikimit. Original, do më thonë në dialektin geg, ashtu që shë kam shkru, edhe me t'njekin titull, Elegji ditës. I thonë kushtu elegji asoj dite që i kanë mbledhë mrena natës intelektualë shqiptarë dhe i kanë shtu në borg. Do të kalojnë bas kësaj dite edhe shumë ditë tjera. Në stihinë të cilave çdo kuj do të mbetej diçka lakmuese. Por kjo ditë, të cilën tutje do të ngërtis humnera, kur mo nuk do t'jetë harruese. Do të vinë bas kësaj e kjo do të hum nga vjetërsia, të mbajt në shpinë thesin me mia rrëfime, të cilat më vonë do t'i bluj dhe ushej historia si ngjarje të rëndësishme të kësaj dite të shkrimeve. Pas bashkëbisedimit, studentët lexuan edhe disa vargje të shkëputura nga mjeshtria artistike e poetit Ibrahim Kadriu, duke përmendur edhe pjesë nga jeta dhe vlerësimet e krijimtarisë së autorit. Të kërkoja rrugëve të vetmisë, poet, të gjeta të shndruar në këngë e vaje. Me shikim andej ka dhembja vret, vlidhje po lën për idetë që mbaje. I shndruar i tëri në mendim të sert, për vargun që shëron shpirtin e plagosur. Do i mbyll dyert e do sigurohen, të qëndroj me vetveten në vetvete, larg etheve e lehjeve që me lëndojnë ditën. Ibrahim Kadriu është i pranishëm në jetën tonë letrare e kulturore nga viti 1969, kur e botoi për mbledhjen e parë me poezi për të rritur në të Karadakut. Nga ajo kohë e deri më sot, për një gjysmë 100 vjeçe, ai u shqua si poet e prozator për fëmijë, poet e prozator për të rritur, autori disa radiodramave, pastaj veprave të tjera monografike për figura të shquara të botës sonë. Shkrimtari i shquar është përfshirë mbi njerëz antologji të ndryshme dhe është ndërtuar me shumë çmime letrore, ndërto përmendim çmimin Shtefan Xhejçovi për poezi, çmimin e nëntorit të Prishtinës për skenarin e serisë televizive, çmimin e vendlindjes, çmimin Hakim Ramadani, çmimin vjetor i Merel Shani, çmimin vjetor të lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës, dramatizimin dhe ekranizimi i romanit pas kthimit. Radio Tirana e ka realizuar dhe radiodramatizmin, të cilën në disa vazhdime e ka emituar gjatë viteve 80-ta. Ndërsa dekani i Fakultetit të Filologjisë Labinot Berisha po të jetë mirënjohës për angazhimin e studentëve në aktivitetet letrare si ky i mbajtur sot. Me këto organizime tregoni që ju po bëni një punë të mirë, jo vetëm për veten, por edhe për universitetin. Prandaj ne jemi këtu që t'ju mbështesim dhe ne filluam këtë aktivitet bashkë me ju, por iniciativa është e juaja, që s'parit fillojmë me këtë shkrimtar, dhe me thonë me Ibrahim Kadriun, e pastaj të vazhdojmë edhe me shkrimtar dhe mendimtar tjerë. Në fund të këtij diskutimi, personazhi kryesor në këtë takim, shkrimtari Ibrahim Kadriu, dhuroi edhe disa libra nga puna e tij krijuese për bibliotekën e fakultetit, me qëllim të promovimit të leximit në komunitet.